Kjo betejë bëhet për Shqipërinë. Faleminderit. Së pari, një mirënjohje të pakufishme ndaj jush, burra dhe gra guximtar, ju keni lënë çdo gjë për të përfaqësuar zërin e shqiptarëve në një ditë të zezë të historisë tonë. Keni ardhur këtu në mbrojtje të kushtetutës, në mbrojtje të dinjitetit njerëzor, në mbrojtje të interesave të çdo qytetari shqiptar nga një organizatë kriminale e cila përdor pushtetin e grabitur për të mbrojtur vjedhjet dhe krimet e veta. Të dashur miq, sot Edi Rama, kreu i organizatës kriminale, shënoi vetvrasjen e tij politike, shënoi fundin e tij politik. Firmosi të drejtën e shqiptarëve për ta nxjerrë me të gjitha mjetet nga pushteti i krimit. Sot ai nuk votoi për Lumi Ballukun, votoi për veten e tij, votoi për të mbrojtur vjedhjet që ka bërë, krimet e shëmtuara që ka kryer. Miq, në historinë kombëtare nuk ka patur njeri me standarde më të ulta njerëzore se ky njeri. Por theksoj prap para jush, është puna juaj, është qendresa juaj, është protesta juaj, kryebitja juaj, që bëri që sot ai të dalë parambar shqiptarve, si qeveritari më i poshtruar në historinë kombëtare, si qytetari më i poshtruar, si qeveritari më i poshtruar në Europë. Nuk ka sot një qeveritar në Europë që të bëj ligje, që të votoj për mbrojtjen e vjedhjeve të tij, si të bëri Edi Rama. Nuk ka një qeveritar tjetër në Europë që të ketë firmosur në dhjetra dhe qindra herë vjedhjen e pasurive të qytetarëve shqiptarë dhe fondeve të tyre. Nuk ka një qeveritar tjetër në Europë që për të mbrojtur krimet e tij
të mbyll dyert e procesit integrimit për qytetarët shqiptar. Kjo që ndodhi sot është autorizimi plot për kryegritjen më të fuqishme të qytetarëve shqiptar kundër tij. Është kushtrim i plot të vazhdojmë të pamposhtur kryegritjen tonë paqësore gjerë në largimin e këtij nga pushteti. Kjo që ndodhi sot është apel për ndërgjegjen e çdo shqiptari që e do këtë vend të bashkohet për të larguar 1 minutë më parë qeveritarin më të poshtruar që kanë patur në historinë e tyre, Edi Ramën. Ndaj dhe le të vazhdojmë në këtë betejë. Edi Rama mendon se mbylli dosjen e tij duke votuar kundër heqjes imunitetit. Por dosja e tij nuk mbyllet kurrë dhe do ta ketë sigur varri. Edhe pas vdekjes në varrin e tij do t'i vendoset hajdut, do shkruaj një krye hajdut, këtu pret një krye hajdut do shkruhet për te. Ndaj dhe le të vazhdojmë ne kryegritjen tonë paqësore. Kjo është pranvera jonë. Kjo është pranvera në të cilën ne duhet të fitojmë. Do fitojmë. Kjo është pranvera në të cilën ne do i rikthejmë shpresën e madhe e Shqipërisë, do rivendosim Shqipërisë në rrugën e dignitetit, në rrugën e integrimit, në rrugën e lirisë. Ju falenderoj me shumë mirënjohje për ardhjen tuaj sot. Ata i tmerruat sot aty. Ju nuk mund ta imagjinoni. Njeri kish marrë rojen, e mante aty tek Karrigja, të tjerët mejt të bërë, dhe të dole andaj nga mrapas, se majti me dalë këtej. Por, do vi dita që ata do largohen përfundimisht nga i parlament dhe aty do t'jenë përfaqësues të qytetarëve shqiptarë. Rrofshi ju, rrofsh Shqipëria. Faleminderit shumë.
rezultate ndryshe nga dy të fundit.